Përshëndetje shenja Briciapit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes të meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizë Moracle. Në gjendjen tuaj personale kemi kalorësi monedhave, 4 shpatat, 8 shpatat, 5 shkopinjt. Në planin personal, kalorësi monedhave është ndoshta një nga energjitë që përfaqëson më mirë vetë Briciapin, i duruar, këmbgulës, praktik dhe i fokusuar tek qëllimet afatgjata. Por këtë javë duket sikur po mbani mbi vete më shumë lodhje nga sa e pranoni. 4 shpatat tregon nevojën për pushim, jo vetëm fizik, por edhe mendor. Mund të keni kaluar një periudhë ku i jeni përpjekur të zgjidhni shumë gjëra njëkohësisht dhe tani mendja juaj po kërkon qetësi. Më pas shfaqet 8 shpatat, një kartë që flet shpesh për situata ku ndiheni të kufisuar, por unë do të thoja që kufizimi nuk është gjithmonë real. Ka mundësi që këtë javë të mendoni shumë për atë që nuk po ecën, për atë që mungon ose për pengesat, duke harruar të shihni mundësitë që ende ekzistojnë. 5 shkopinjt e forcon këtë ide. Unë nuk e shoh domosdoshmërisht si konflikt me të tjerët. Mendoj se mund të jetë më tepër konflikt i brendshëm. Një pjesë e juaja dëshiron të ecë përpara, një pjesë tjetër kërkon siguri, një pjesë dëshiron të veprojë, një pjesë tjetër ka frikë të gabojë. Duket se lufta më e madhe e javës nuk është me botën përreth, por me mendimet që ju bindin se rruga është më e mbyllur se sa është në të vërtetë. Kartat këshillojnë të mos bëheni armiku i vetes, duke menduar më shumë për pengesat se sa për mundësitë. Kalojmë tek familja. Në familje kemi budallai, 8 kupat, 9 monedhat, mbretëresha e monedhave. Në familje, budallai tregon një fillim të ri. Mund të jetë një mënyrë e re komunikimi, mund të jetë një vendim për të mos e parë më një situatë me sytë e së kaluarës, ose mund të jetë thjesht dëshira për të krijuar më shumë liri emocionale. 8 kupat më jep ndjesinë e largimit nga barrat. Jo domosdoshmërisht largim nga njerëzit, por largim nga pritshmëritë që ju lodhin, nga zhgënjimet që vazhdoni t'i mbani me vete, nga ndjenja se duhet të shpëtoni ose të kënaqni të gjithë. Më pas shfaqet karta me 9 monedhat dhe mbretëresha e monedhave. Këto janë karta shumë të forta, vetvlerësimi dhe stabiliteti. Duket se po kuptoni se mund të jeni të dashur, mund të jeni të kujdesshëm, mund të jeni të pranishëm për familjen, por pa harruar nevojat tuaja. Pra po mësoni të kujdeseni për të tjerët pa e sakrifikuar veten. Dhe për këtë arsye, kartat këshillojnë se ju mund të kujdeseni për të tjerët, duke respektuar njëkohësisht edhe nevojat tuaja. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 4 shkopinjt, 5 kupat, ylli, temperanca. Në dashuri, 4 shkopinjt flet për stabilitet, për afërsi, për dëshirën për të ndërtuar diçka që ka bazë të fortë. Është një kartë që kërkon paqe dhe siguri emocionale. Por menjëherë pas saj shfaqet 5 kupat. Duket sikur zemra ende mban një histori të papërfunduar. Mund të jetë një zhgënjim, mund të jetë një mungesë, mund të jetë një keqardhje, mund të jetë një person. Mund të jetë një mundësi që ndoshta nuk u realizua ashtu siç ju do të dëshironit. Ka një ndjesi se një pjesë e vëmendjes ende shkon tek ajo që është humbur. Por ajo që e bën këtë kombinim kaq të bukur është fakti që 5 kupat pasohet nga karta e yllit dhe ylli është shërim. Ylli është momenti kur pas një periudhe të errët
filloni të besoni përsëri. Jo domosdoshmërisht tek dikush tjetër. Pra besimi fillon me veten në radhë të parë, fillon me jetën, fillon me mundësinë që gjërat mund të bëhen më mirë. Më pas shfaqet karta e temperancës. Kjo është një kartë si një dorë e butë që vendos qetësim mbi zemër. Temperanca nuk premton mrekulli të menjëhershme, nuk premton kthesa dramatike, por premton ekuilibër, premton pajtim me procesin që mund të jeni duke kaluar, premton që plagët po shërohen ose do të shërohen me ritmin e duhur. Për disa bricjap, kjo mund të jetë një javë ku shpresa kthehet. Për të tjerë, mund të jetë java kur kuptoni se nuk ka më nevojë të mbani fort një dhimbje të vjetër. Pra, narrativa e dashurisë mua më thotë që të mos përqendroheni tek ajo që mungon. Shikoni atë që ende ka potencial të lulëzojë. Kartat këshillojnë të lini pas atë që ju ka lënduar dhe të hapeni me besim ndaj asaj që po shërohet. Kalojmë tek puna. Në punë kemi asi i kupave, krye për ftoresha, dy shkopinj, njeriu i varur. Në punë, asi i kupave tregon se një mundësi ose një frymëzim i ri po lind, por ende nuk është gati të shfaqet plotësisht. Ju po e ndjeni që diçka po formohet, por kërkohet durim dhe vëzhgim para se të bëni hapin tjetër. Por krye për ftoresha tregon se ka procese që po zhvillohen në prapasken. Ju tashmë e ndjeni se në cilin drejtim po ju çon situata, por ende nuk është koha për të vepruar me nxitim, sepse ka diçka që duhet të zbulohet ose të piqet më tej para se të bëhet hapi i radhës. Dy shkopinjt tregon se po mendoni për të ardhmen, po planifikoni, po vlerësoni mundësitë, po pyesni veten se cili është hapi i radhës. Dhe më pas shfaqet njeriu i varur. Kjo kartë shpesh keq kuptohet si bllokim. Në fakt, njeriu i varur flet për nevojën për të parë gjëra të ndryshe. Ka shumë mundësi që përgjigjja që kërkoni të mos vijë përmes veprimit të menjëhershëm, por përmes një perspektive të re. Në punë po formohet një mundësi ose drejtim i ri, por ende nuk janë zbuluar të gjitha detajet. Kjo është një javë më tepër për të vëzhguar sesa për të nxituar me vendimet. Kartat këshillojnë të mos e detyroni rrjedhën e ngjarjeve. Kalojmë në prizëm orakull ku kemi vendosmëria. Kjo kartë ju kujton se suksesi nuk vjen gjithmonë nga hapat e mëdhenj, por nga këmbgulja për të vazhduar edhe kur rruga duket e gjatë. Unë do të thoja, besoni tek përpjekjet tuaja dhe mos hiqni dorë vetëm sepse rezultatet nuk po shfaqen menjëherë. Paçi.